Zoja e Shkodrës, drita e Shqipënisë, ka qenë tema e konferencës shkencore të hapur në Shkodër në kuadër të 550 vjetorit të shtektimit të Zojës së Shkodrës drejt Gjenatsanos në Itali. Kjo konferencë u hap nga fëmijëtari i Shkodrës Dom Arturiaku, i cili vlerësoi figurën e Zojës së Shkodrës si një simbol për mbar Shqipërinë. Ikja, largimi, shkputja, rujtja në këtë kompleksitet konteksti historik, kërkohet një kujdes për t'i pranvën fjalën e duhur në atë që unë do ta quaja si fenomenin e shpërnguljes së Zojës së Këshillit Mirë ose Zojës së Shkodrës. Ky është lavdi e ndheri që trashëgojmë, një nan që ndërrohet në marbotën, një nan emblem historike, një Zojë të Shkodrës e një Shkodër e Shqipëri krejtësisht të Zojës. Arqipeshvi Masafra u ndal tek rëndësia e kësaj konference dhe simbolika e kësaj pajtore për mbar besimtarët e krishterë. Nuk më mbetet gjë tjetër veç që t'ju uroj të gjithë pjesëmarrësve që t'i jetojmë gjallërisht këto ora së bashku. Gjithçka qoftë për lavdit të hyjut dhe për rritjen e dashurisë sonë ndaj nënës së Këshillit të Mirë, ikona e secilës jo vetëm na zbulon embëlsinë amënore të Marisë, në kryqëzimin e atij vështrimi dashurie mes nënës së birit, gjendet e gjitha kisha që është në Shqipëri. Kumtuesit në këtë konferencë shkencore hodhën dritë mbi dritën, empiruan mbi të mrekullueshmën, folen për ato që flet më shumë me praninë e munguar, me forcën e heshtur në lutjet e fundit, apo akoma më tepër, me pajtimin 550 vjeçar amnor.